Viti 2025 në futboll për Matjana do të mbyllet nesër me derbin e qarkut Dibër Korabi Bureli. Matjana do të udhëtojnë drejt qytetit të Peshkopis për të zhvilluar ndeshjen e fundit për këtë vit kalendarik, ku do të përballen me ekipin vendës të Korabit. Tashmë Bureli është rival direkt me ekipin e Korabit, i cili ka po aq pikë sa Matjanët, por ndodhet në vendin e 8 në renditje, ndërsa Bureli ka zbritur në vendin e 9. Të dyja skuadrat në 16 javë kampionat kanë arritur të sigurojnë nga 20 pikë. Përballjet e këtyre dy ekipeve që kur aderojnë në të njëjtën kategori janë parë si përballje derbi për shkak se ndodhen brenda të njëjtit qark. Stafi teknik i ekipit Matjan është optimist për një rezultat pozitiv në përballjen e së shtunës për ta mbyllur kështu vitin 2025 me bilanc pozitiv. Futbollistët kanë marrë udhëzimet e fundit në seancën stërvitore të kësaj të premtje, ndërsa do të udhëtojnë nesër drejt qytetit verilandor të Peshkopis, ku i pret një ndeshje vështirë. Janë 3 ekipe me pikë të barabarta me ekipin Matjan në këtë fazë të kampionatit, Kastrioti në vendin e 7, Korabi në vendin e 8 dhe Bureli në vendin e 9. Ndërkohë, kategoria e parë kryesohet nga Skënderbeu i Korçës me 37 pikë dhe mbyllet nga Kukësi me 9 pikë.